Përshëndetje dashurit e mi dhe mirë se erdhët në Living. Uroj që të keni kaluar një javë fantastike. Megjithse për gratë jam e bindur që e tillë ka qenë, paktën për pjesën më të madhe të tyre, sepse ndonë se tingën pak si maskiliste fakti që ju duhet t'i lini punë të shtëpisë, përgatitjen e drekës, darkës, thjesht për një ditë në vit, siç është ajo e 8 marsit. Megjithatë besoj se ka qenë diçka e këndshme për ju dhe ja keni kaluar vërtet mirë. Edhe për mësuesat vlen i njëjtë urim. Mirë po, startojmë emisionin edhe ndonë se më vjen keq që nuk qëlloj fiks ditë e festave tuaja, unë kam menduar diçka të flitet pikërisht edhe për këto dy festa, të cilat i festojmë edhe i duam gjithë. Sidomos kur bëhet fjalë për ditë pushimit më tepër, këtu shtohet edhe dashuria dhe kënaqësia për festën. Megjithatë, startojmë pjesën e parë të emisionit pikërisht me rubrikat tona, të cilat realisht jam shumë e lumtur që përqafohen me kaq shumë dashuri. Emisionin e theksoj që nuk është i Keitlenit edhe unë e bëj për kënaqësinë tuaj, se po t'ishte për mua, unë do e regjistroja, do e hidhja në disk dhe do e kisha në shtëpinë time. Ose, zgjidhja më thjesht do dilja para pasqyrës dhe të flisja. Është vërtet kënaqësi për mua kur rrugës më ndaloj njerëz, jo për komplimentet edhe ndonjëherë edhe për këto brushat që ne të gjithë i njohim, por sidomos njerëz cilët ndalin dhe më thënë, Ketlin kujtohet një insert në lidhje me migrenën, po nuk arrita ta shënoj, të lutem ndihmo cili ishte përbërësi fundit ose Ketlin dhe një diçka për thonjt, për flokt, se si mundena mi majt ma të shnejtshëm, edhe këtu në kuptoj se emisioni ndiqet. Edhe pikërisht puna ime del në pa, edhe këtu rritet satisfaksioni edhe kënaqësia ime për të qenë pikërisht në ekranet e shtëpiave tuaja. Nuk zgjatëm më tepër, sepse unë e di që ju e ndiqni emisionin pikërisht edhe për këto të fundit, sepse keni interes për të njohur me gjërat e reja, edhe për të folur pikërisht edhe për tema, siç është kjo me cilën do të startojmë. Besoj se në qoftë se ne shohim një person që flet me vetveten, me siguri e konsiderojmë si të rrjedhur. Mirë po, shkenca thot absolutisht tjetër gjë. Edhe unë duaj që ju të ndiqni insertin, edhe kështu të kuptoni edhe ndoshta do t'i personifikojmë me emra tjerë. Aq më tepër kur të merrni vesh sepse Einstein ishte një nga ato persona i cili fliste me vetveten. E nëse ju e konsideroni si të rrjedhur, okej, qofshim gjithë aq të rrjedhur. Të folurit me veten. Vetëm ata që janë gjeni e bën. Albert Einstein fliste me veten e tij duke ja përsëritur vetes fjalit me një ton të qetë. 20 njerëzve ju dha emri një objekti dhe ju kërkua ta gjenin atë në supermarket. Gjatë pjesës parë provës ku ata qëndronin qetë e patën vështirë ta gjenin objektin. Por kur filluan të thonin emrin e tij me zë të lartë, gjërat filluan të lehtësoheshin. Sipas studiusve, kur emrat e gjërave thuhen me zë të lartë, nxitet memoria. Por kjo gjë funksionon vetëm nëse jeni familjar me objektin, pra e njihni atë. Kur flisni me veten, arrini të bëni një organizim më të mirë. Psikologët kanë thënë se nervat tuaja qetësohen, mendimet qartësohen dhe arrini të merrni vendime më të mira. Dhe së fundmi, kur ju përsërisni alternativat me veten tuaj, bëhen më të thjeshtë dhe arritja e qëllimeve që i keni vendosur vetes. Duhet konsideroni me veten tuaj çdo hap procesit për t'i bërë gjërat më konkrete. Pa pritur, gjërat do ju duken më të realizueshme dhe do kuptoni çdo problem që ka një zgjidhje. Jo më kot edhe Einstein fliste me veten e tij. I vetmi person ku duhet keni besim dhe që di mirë se për çfarë keni nevojë, është vetja juaj. Jemi gati për t'ju bllokuar gjithë nepsin para vaktit tuaj dhe për këtë na falenderoni. E po, për na falenderuar, më parë duhet ndiqni insertin. Konsumi këtyre ushqimeve para një vakti ju ndihmon të dobësoheni. Jemi gati për t'ju prishur oreksin dhe të na falenderoni për të. Studiuesit së fundmi kanë zbuluar një strategji të re ushqimi që do t'ju ndihmojë të mos hani aq shumë gjatë një vakti dhe përpasoj të binin peshë. Për këtë studim, ekspertët kanë analizuar 33 studime të mëparshme për konsumimin e proteinave dhe nxorën përfundimin që sa më shumë proteinat konsumosh,
aq më të mëdha ngjasa që të ndiheni të ngopur. Kjo me siguri nuk është diçka e re për ju, duke qenë se edhe studime tjera kanë nxjerrë këtë përfundim. Sepse proteinat duan më shumë kohë se karbohidratët dhe yndyrnat për të tretur, kështu që qëndrojnë në stomak për më shumë kohë. Pikërisht këto gjërat bëhen interesante. Sipas studimit, konsumimi i ushqimeve të vogla por të pasura me proteina para një vakti, si qumshti, kosi ose vezë, ju ndalon të hani më shumë se ç'duhet më pas. Dhe me që jemi pikërisht tek pjesa të ushqyerit, këtë herë jo, nuk do flas për ushqimet që ju shëndoshin, edhe as për ata që ju dobësojnë, edhe as për ata që ju mbajnë të shëndetshëm. Kemi folur mjaftueshëm dhe besoj se do flasim për aq kohë sa njerëzit janë të interesuar. Personalisht edhe unë si Ketlin. Do flas për diçka që nuk është se diskutohet shpesh, se nuk ja vlen për të qenë bisedë tavolinet apo më gjerë. Megjithatë ne fëmijët, po them ne fëmijët sepse edhe unë hyn ndër ato persona që ndërkohë që mami gatunte, edhe pikërisht thente vezën, kur shihja diçka të bardhë brenda, kisha idenë se është zogu i vogël. Edhe me këtë ide u rrita faktikisht, edhe sa herë që e shihja, nuk e haja vezën, kisha një lloj problemit. Mirë po, nga që mami nuk e paska ditur për të më dhënë përgjigjen e saktë, edhe më la të mendoja se ishte zogu. Edhe gjithë to vite pas kam jetuar me një tmerr që mbrente se po haja zogun e vogël. Ajo është absolutisht diçka tjetër, që ju të ndiqni sertin edhe kështu të vazhdoni ta hani të çejt vezën tuaj dhe nuk jeni kriminal, nuk po hani zogun. Ndiqeni. Çfarë është ai shiriti i çuditshëm i bardhë tek veza e gjallë? Me siguri duhet ta keni vënë re. Sa herë thyeni një vezë, një shirit i bardhë ngjitur me verdhin e vezë, keni menduar se është embrioni i një zogu. Me siguri duhet ta keni dëgjuar këtë, por qetësoheni. Megjithatë se ka formën spirale si një kordoni ombelikal, nuk ka të bëjë as pak me zogun. Kordoni është i kapur në ekstreme dhe mban të fiksuar në pozicion të saj të verdhen e vezë. Është çalaza. Ajo është e kapur në dy anët e brendshme të lëvorës së vezë dhe në cipën e zverdhës. Këto litar të hollë përbëhen nga proteina të veçanta dhe bëhen më dukshëm kur ndajnë pjesën e bardhë. Pra, qetësoheni. Nuk po hani vezë me zogj. Bie poshtë teoria për peshën ideale. E po, besoj se gjithë kemi shkuar ndonjëherë tek dietologun, mos e dietologu, kemi shkuar në palestër, edhe atje jemi matur, peshuar, kryer gjitha gjërat e nevojshme, për të parë se sa kilogram kemi nevojë për të humbur, sa centimetra duhet zgjatemi, se si është trupi në raport me gjatësinë dhe me gjerësinë. Mirë po, si duket, gjitha këto parametra kanë rënë poshtë. Ndaj ndiqni insertin edhe updatoni me të rejat e fundit. Bie poshtë teoria për peshën ideale. Nëse keni shkuar ndonjëherë te dietologu, mund t'ju ketë kërkuar të peshoheni. Më pas ju ka matur gjatësinë dhe për llogaritur diçka që quhet BMI, Body Mass Index, indeksi i masë trupore. Kjo rezultante e peshës me gjatësinë e trupit është përdorur për vite si një treguesi peshës ideale për të kuptuar nëse jeni apo jo në masën e shëndetshme për trupin. Thëndryshe sa duhet peshoni në bazë gjatësisë që keni. Por një studim i fundi sugjeron se kjo teori është krejtësisht e gabuar. Profesorët e Universitetit të Kanadas analizuan mbi 500.000 meshkuj dhe femra, si dhe matën peshën trupore të tyre. Ata zbuluan se njerëzit me BMI më të ulët ishin më të rrezikuar për të jetuar më pak. Po kështu edhe ata me BMI më të lartë ishin më pak të mbrojtur. Pra çdo thotë kjo, ne dimë se pesha ideale nuk është as shumë nën peshë, as mbi peshë. Çështja është se kishte njerëz të cilët peshonin shumë dhe pse mund të mos kishin masë diamore. Kjo për shkak se trupi i tyre ishte i krijuar më shumë me masë muskulore. Nga llogaritje duket sikur BMI-i atyre ishte tepër i lartë, por në vërtet trupi i tyre ishte i shëndetshëm dhe nuk kishin asgjë që mund të cënonte jetëgjatësinë. Për këtë arsye, profesorët kanë arsye për të besuar se BMI-a famshme është një gabim i madh.
ndaj bëni kujdes me dietat dhe mos I zini shumë pesë peshorës. Po përderisa gjithçka po kthehet absolutisht në botë virtuale, edhe nëse duam të urojmë dikë, I dërgojmë një mesazh, nëse duam thjesht tregojmë dashurinë për dikë nëpërmjet rrjeteve sociale, sërish e realizojmë të fundit, pra gjithçka po virtualizohet. Edhe nuk diskutohet që edhe forma e të dashuruarit apo e të flirtuarit ka ndryshuar, sepse duket sikur gjithë po flasim me mesazhe, edhe s'kemi më as kohë, ndoshta s'kemi dëshirë për të takuar njëri tjetrin. Edhe më që po flisim pikërisht për të flirtuarit me mesazhe, të paktën, me që I keni transformuar gjitha gjërat, shihni se çfarë nuk duhet kur t'i shkruani atij apo asaj. Ndiqeni. Çfarë s'duhet asnjëherë t'i shkruani. Kur dikush na pëlqen, vështirë të jemi të thellë për të thënë gjën e duhur. Sajti I njohur Askman ka renditur disa mënyra të shkruari mesazhe, të cilat nuk ju vijnë as pak ndihmë kur flisni me dikë që ju pëlqen. Tani mesazhet Facebook, WhatsApp, Instagram janë kthyer në mënyrë më thjeshtë për të njohur me dikë. Prandaj ata që shkruajmë SMS janë aq të rëndësishme sa ato që themi përballë. Kështu pra, keni kujdes që të mos shkruani me gabime. Kjo do krijonte konfuzion tek vajza djali që ju pëlqen. Një fjalë e gabuar të vret syrin, me apo pa vetdije, kështu që bëni kujdes kur lini takim. Shokohemi në tet. Nuk ju garanton që do të shfaqet në vend takim. Mos e teproni me ha-ha-hat. Ose do të dukeni sikur po talleni, ose sikur jeni aq në siklet sa nuk I mbani të qeshur. Mos fusni ikona vend e pa vend. Për çfarë janë fjalë që shprehni mënyrën se si ndiheni, mendoni apo si ju vjen një fjalë e thënë prej asaj apo atij që komunikoni. Një smile shpreh ndjesinë e këndshme që ju përcjell ai, por asnjëherë atë sa faleminderit apo më pëlqeu kjo që the. Mos ma ato 3 piksha. Mos pika pika. Vendosni pika pika. Shumë pika pika. 3 piksha. Sepse pika pika krijoni idenë se jeni të pasigurt, jo të bindur për ato çka thoni. Tregoni vetbesim duke I vënë pikën gjërave, ose pikë çuditsen. Mos shkruani romane. Nëse shkruani gjatë, ai apo jo që do ta lexoj romanin që I keni dërguar do të mendoj 2 gjëra: që jeni shumë I dhënë pas saj apo ti, dhe së dyti se nuk keni me ç'merreni tjetër. Qartësoni ide dhe shkruani shkurt e qartë. Nuk jeni aq pa punë sa ti përkushtoheni vetëm atij apo asaj. Mos e bëni çimen tram. Rasti klasik. Ajo, hej, më fal, sa u ktheva nga ekskursioni, sa bukur ja kalova. Mirë, bëf shef me shokët e tu me që zgjete 1 minutë kohë të më ktheje përgjigje. Çfarë prindi që ndodh nëse I dërgoni një përgjigje të tillë? Do t'i krijohet përshtypja se jeni një natyrë e vështirë dhe do të ketë frikë kur t'ju shkruaj. Se mos I dërgoni një nga ato përgjigjet. Përveç kësaj, ju dukeni egoist dhe pa pikë tolerance. Nëse nuk ju ka kthyer apo nuk ju ka shkruar gjatë apo ju ka vonuar përgjigjen, e po një arsye e ka patur. Mos ktheni përgjigjen tepër shpejt apo tepër vonë. Arsyeja është e qartë, kur ktheni përgjigje brenda 100 sekondit, tregoni mungesë vetëpërmbajtjeje. Dhe shkurt sapo I keni treguar se nuk duroni dot pa I kthyer. Nga ana tjetër, nëse vononi më shumë se duhet, tregoni shpërfillje. Kur dikush ju pëlqen, meriton vëmendje, por jo deri në bezdisje. Sikur t'i kishim gjitha në rregull, sikur të mos kishim as luftra, as krizë botërore, nejse se s'po I futem këtyre ujrave, kohët e fundit detajet. Detajet janë ato që po bëjnë diferencën, edhe nëse ju dilni shumë keq në foto, për vetulla juaj është on flick, siç thuhet nga Instagramcat, fotoja është perfekt. Ndonjëherë edhe nuk po lodhen të postojnë as fotot, mjafton të postojnë këtë copën e syrit edhe të jetë vetulla po on flick, edhe gjithçka është okay. Mirë po si arrihet që të keni edhe ju një vetull kaq të dëshiruar edhe të keni që të postoni nëpër Instagramërat tuaj,
E po ndiqni insertin, pse të mos e keni edhe ju fundja një vetull trash. Bëni vetëm të gjë dhe do keni vetullat e trasha e perfekte. Ata që se mendonim, vetullat janë duke marrë një rëndësi shumë të madhe në pamjen e fytyrës. Vetulla e dur ju jep vetbesim, ndërsa kur i keni ato me shumë hapësira nga njëra anë, potholla, dukeni të friksuar ose të surprizuara. Prandaj të gjithë po synojnë drejt vetullave të trasha, po si arrihet pamja perfekte. E po ndiqni këto hapa thjesht. Fillimisht krini ato me një furçë. Më pas filloni duke dhënë formë katrore cepave në fillim. Pasi keni bërë këtë gjë, përdorni gishtat për të shpërndarë dhe zbutur ngjyrën. Tani që pjesa e kontureve përfundoi, mbushni pjesën e brendshme me një laps. Mos harroni që pamja duhet të jetë e pastër për syrin. Prandaj përdorni gjithë një make-up natyral. Dhe në fund, për të mos u dukur më të errta siç duhet, përdorni një laps tjetër në ngjyrë më të qeltë për të arritur nuancën që ju përshtatet me fytyrën. Më vjen shumë keq që e thash në fillim të emisionit që nuk po përkojmë me datat e festave dhe me datën e emisionit njëkohësisht. Ndaj edhe na duhet të diskutojmë prapa. Por siç duket, kjo ka edhe të mirën e saj, sepse nëse ne do diskutonim fiks me datën 7 apo 8 mars për festën e mësuesit edhe të nënës, i bie që ata të mos e kenë festuar edhe nuk e dinë se ç'do ndodhi. Pra do flasin për vitet e kaluara. Ndaj le të shohim anën pozitive, le të shohim se do kemi mundësinë të diskutojmë pikërisht se çfarë ndolli gjatë këtyre festave, si u festuan si vjet, për traditat, gjëra që kanë ndryshuar. Shkurt, muhabeti që i përkasim pikërisht emisionit ton Living. Edhe jemi pikërisht tek ajo pjesa ku kam patur shef që të flas pikërisht për këtë temë, sepse kam qenë fillim të emisionit që edhe e ceki. Por para se ju prezantoj me të ftuarën, edhe për para se të flasim më konkretisht, unë do doja që me që jemi në pikërisht një javë femrash, keni mundësi të shihni edhe 5 femrat të cilat kanë bërë histori në Shqipëni, edhe e bindur që nuk do të harrohen asnjëherë. Këto janë vetëm 5, mund të ishin edhe më tepër, por nuk është diçka e re për ju të gjithë i njihni, megjithatë është mirë t'i kujtojmë herë pas here. Ndiqni insertin. Këto femra shqiptare e sigur që s'do të harrohen kurrë. Mbretëresha Teuta. Vetëm 3 vite do të mjaftonin mbretëresë Teuts për të mos u harruar kurrë. Sodimtarja e deteve forcoi flotën ushtarake duke mbrojtur kufin të lirë si dhe arriti të zaptonte Epirin. Thonë se vetëm dashuria mund ta mposhte Teutën. Dimitër Fari, general grek, besohet se bëri lojë dyfish gjatë konfliktit ilir romak, për i cilit mbretëresha doli e dorëzuar duke ja lënë atij fronë. Stratege, ambicioze dhe pasionante, kështu rrfehet Teuta në të paktat dëshmi për të. Nën Tereza. E pa harruar jo vetëm Shqipëri, por kudo në botë. Nën Tereza është ikona e përbotshme e paqes, e shëtruar për zgjallje. Dëshira saj për një botë paqe e padhun u kthye në sinonimin e mirësisë dhe dashurisë njerëzore. Gonxhe Bojaxhiu lindi në Shkup nga një nën nga Novosela, një baba nga Mirdita. Zgjedhja e misionit saj si humaniste që e vetvetishme. Në moshën 18 vjeçare ajo la Shkupin për të shkuar në Irland, nga ku më pas do nisej për në vend misionin e saj, Kalkutën e Indis. Për të është e pamjaftueshme të flitet. Është ndoshta ikona e vetme e paqes në shekullin e fundit. E pritet që Papa Francesku ta shëtrojë atë në shtator, për hirin e mrekullive që la me veprimtarinë e pandalur. Plot besim se ishte gjallë. Këngëtarja që çoi para muzikën folklorike shqiptare në Paris e në Milano më gjepse edhe sot me zërin e saj në këngët e pavdekshme si Zare Trëndafile apo e mirënjohura kur më vjen burri nga stani. Soprana me origjinë nga Përmeti studoi kanto në Konservatorin e Parisit e kur u kthye në Shqipëri krahas arieve të Mozartit, Verdit e Schubertit e tjerë, mblodhi pjesë më të bukura të folklorit shqiptar për t'i regjistruar në pllaka gramafoni në Francë dhe në Itali. Përveç se me shumë sukses në vendin e saj, Teta Tashko Koço ka dhënë koncerte jashtë vendit si Firenze apo Beograd e shumë vende tjera.
Nexhmie Pagarusha. E quajnë Teta Tashku e dytë, por Nexhmia Pagarusha ka piedestalin e vet pa krahasueshmërisë në historinë e artit shqiptar. Një zë i fuqishëm nga Pagarusha e Kosovës ka përjetësuar një ndër këngët më të mrekullueshme shqiptare, Bareshën. Koncerti i saj i parë ka qenë në Beograd, ku dhe përfundoi studimet për muzikë. Por një ndër pengjet e ardhazëve shqiptar është koncerti i saj në Shqip, ku interpretoi ariet e Puqinit, Verdit dhe Beethovenit në gjuhën e saj. Pagarusha ka dhënë koncerte edhe në Bullgari, ku këndoi Havanalia, duke mahnitur një avokat nga Tel Aviv, i cili e ftoi menjëherë për të nënshkruar një kontratë për një turne në Izrael. Vaqezela, një ikonë e vërtetë e muzikës, artit e jo vetëm, Vaqezela ishte një peshë tejet e rëndë festivalet e këngës ku merrte pjesë. Ajo mbaj një rekord për 12 çmime të para, si edhe për interpretimin e saj besohet të jetë kënga më e bukur shqiptare valsi lumturisë. Dhe një sër këngës tjera bashku të pavdeshme si Mesnata, Lemza, Djaloshi dhe Shiu, Vaqezela thuhet se peshohej me ar nga muzikantë rusë. Por, për ndonjë arsye apo tjetër, Shqipëria nuk e la asnjëherë atë të ikë. U nda nga jeta në Basel të Zvicrës në 2014. E shkputur tërësisht nga jeta shqiptare, por asesit mundesh të harroj. Dhe jemi pikërisht një ndër pjesët e mia të preferuara të emisionit, sepse më pëlqen të them faleminderit, edhe këto falenderime shkojnë pikërisht për stafin e emisionit, i cili punon në mënyrë të palodhur, por gjithashtu edhe për stafin e Velari Parukeri Arba, që kujdeset çdo javë për lukun tim. E po me që falenderimet kryesore që mi do zemra unë i bëra, ju ftoj që të ndiqni ca çaste publicitet. Miqtë e mi, këtë herë rikthehemi në studio për pjesën e fundit të emisionit, pikërisht për atë pjesë që ju pata lajmëruar që në fillim. Do flasim pikërisht për festat e mësuesit edhe të gruas. Mirë po, duke ditur që femrat janë fuqi e madhe, nuk ishte e nevojshme që unë të kisha 2 të ftuar në emision, sepse me një të vetëm arrim t'i përfshijmë 2, edhe festën e mësuesit edhe festën e nënës. Sepse kam pjesë të emisionit një nga mësueset më të mira të shkollës 28 nënori, njëkohësisht edhe një super mami. Kështu që përshëndetje Zishelketa, mirë se erdhe në Livi. Mirë se u gjeta. Unë ju ftova pikërisht për diskutuar për festa që lam pas, edhe pata mundësinë që ta shohim, bëjmë një rezume të asaj çka kaloi, edhe ta krahasojmë pak edhe me vitet e kaluara. Do doja që ta nisnim pikërisht me krahasimin e festave dikur, në moshën tuaj, kur ju ishit fëmijë, edhe me ato që janë sot. Të them të drejtën, festat gjithmonë kanë pothuajse të njëjtin impakt, domethënë përgatitja shpirtërore që ndodh me individin më përpara është ajo që të mbetet në mend. Nëse i rikthehem viteve të fëminisë time, atëherë kur unë isha një nxënëse, kujtoj që kujdesi jon nuk ishte aq i madh për zgjedhur dhuratën për mësueset. Ishte një kujdes shumë i madh për të shkruar të paktën ndonjë poezi, për të bërë ndonjë vizatim tepër të veçantë dhe për të bërë një tufë të bukur me lule, sepse në atë kohë nuk gjendeshin edhe aq kollaj. Duhet kputeshin nëpër shtëpitë apo bashkët tona për të bërë një tufë e madhe që të prezantoheshim gjithë mirë, gjithë së bashku. Kujtoj pikërisht edhe filmin ku gjitha lulet i shpenzojnë rrugës edhe në fund me një lule të vetme, po zyshat duket goxha e kënaqshëm. A janë po ashtë kënaqur na zyshat sot me dhuratat që marrin nga fëmijët, sikur t'i drejtohet dikush me atë lule? Të them të drejtën, unë besoj se simbolika e festës është simbolika pikërisht e një lule ose një libri. Mësuesi është i lidhur pikërisht me këto dyja. Lulja është diçka që jetë gjatësinë ka të shkurtër, ndoshta në vazon e shtëpisë mësuesit, por ama është një kujtim jashtëzakonisht i bukur. Një kujtim që nuk përfshin brenda interesin, por vetëm kujtimin. Një çast vëmendje nga fëmia për zgjedhur më të bukurën nga ajo që natyra dhuron. Ndërkohë që librin besoj se është një ndër dhuratat më të goditura për një mësues, një dhuratë që e planon pas një lloj mëdyshje dhe pa u ndier asnjëherë në faj, sepse në fundit për dijen, për librin kanë nevojë gjithë, edhe vetë mësuesi. E drejt. Gjimnazi jon
Ioni, sepse fëmia e Ioni është. Jemi së bashku aty. Me shumë modesti mund ta themi që është ndër më të mirët në Shqipëni, jo vetëm Shkodër. Edhe le të mburremi i çik me formën se si ne e kaluam 7 marsin, sepse edhe ju zyshat, pavarësisht se ishte festa, ju ishit goxha në tension për përgatitjet e fundit, sepse doli si një show i vërtet edhe jo thjesht një koncert fëmish. Në fakt është bërë traditëshme që në gjimnazin 28 nëntorit ketë aktivitete kushtuar ditës mësuesit, apo edhe festës nënave. Në festën e mësuesit këtë radhë pati ca ndryshime. Të themi të drejtën e kishim menduar që të vinim pak më qetë me datën 7, sepse pak më përpara ishte llogaritur mbyllja një cikli orësh të projekteve ku nxënësit e maturave përgatiten për të mësuar lloje të ndryshme vallëzimi. Ishte një staf i tërë mësuesish në cilët unë nuk jam e përfshirë, marr një meritë ndoshta në mënyrë të padrejtë sot që flas për këtë, por kënaqësia ishte e gjithë stafit. Ishte një punë përgatitore e bërë nga të gjithë maturantët. Ndërto keni pasur edhe klasën tuaj apo jo? Dhe një punë përgatitore që në fakt i përfshiu shpirtërisht dhe që erdhi si një buqetë e bukur lulesh për vallëzimi, për nxënësit, për krejt gjimnazin, po njëkohësisht edhe dedikuar mësuesve. Ndërkohë që në fakt festa pati edhe ca specifika të papritura ndoshta, pikërisht nga surpriza që na u bë, ishin 2 surpriza. Njëra fizike, kurse tjetra ishte ajo që na dha një kënaqësi jashtëzakonisht të madhe, dhe që lidhet me faktin e vlerësimit të mësuesve të gjimnazit si mësuesit më të mirë në testimin e zhvilluar në shkallë kombëtare. Që tregon diçka që na u komunikua pikërisht gjatë vizitës së ministres dhe kryeministrit në shkollë në rastin e 7 marsit, dhe diçka që me të thënë të drejtën besoj se të gjithëve na ka motivuar për të punuar edhe më shumë dhe për të arritur edhe më shumë rezultate. Me sa duket, gjërat vërtet janë tregues që shihen dhe janë të lidhur zinxhir njëri me tjetrin, sepse ishte dhe shkolla që në maturën e si vjetme u rendit e para. Ju kam sjellë në Marsion, pavarësisht Uroj për mirëseardhjen dhe përzgjedhjen e gjimnazit 28 nëntori në ditën e 7 marsit. Sot unë nuk do të flas për rezultate, sepse tashmë ju jeni bërë pjesë e rezultateve tona, por do të vlerësoj dhe do t'ju falenderoj në emër gjithë stafit që në 2 vite rresht keni dhënë shpërblime për gjithë stafin ton dhe normalisht një nxënëse të shkollës tonë naturale të vjetshme i keni dhënë bursë për në Turqi. Një nxënëse e thjeshtë që ishte rezultati punës saj ato 40-tat në maturën shtetërore. Shkolla është futur në projektin me Jacën dhe në 4 komponente fillon realizimi. Momenti i parë janë rreth 50.000 euro për bibliotekën, për mjediset sportive dhe digitalizimin. Por sigurisht, për shkak të rezultateve tuaja, ndihma dhe projektet do të jenë edhe më të mëdha. edhe ajo vajza në fakt që shkoi në Turqi, ka dalë shkëlqyeshëm atje, bashkë me 3 tjera. Dhe kur ne ishim atje ne takuam edhe rektorin dhe pedagogët. E na thanë që nëse janë kështu nxënësit me 10 në Shqipëri na bindë të tjerë. Kështu që me siguri edhe për këtë vit ne do gjejmë mundësinë për një nxënës tjetër apo nxënëse që të marrë prapë bursë. Unë ju falenderoj edhe herë, nuk duam të ndërpresim mësimin, edhe vetëm t'ju urojmë. Edhe për çdo gjë ne jemi pranë shkollës. Edhe unë personalisht e kam përnder që me çfarëdo që tjetë e mundur t'ju mbështesim, ato projekte nuk diskutohet, po edhe për çdo gjë tjetër ne jemi në dispozicion. Shumë faleminderit për atë që bëni, shumë suksese edhe në mbyllje të këtij viti, edhe fati madh për nxënësit që ju kanë juve.
Nuk besoj se kishte njëri dyshime dhe jo më kod gjimnazit qëndron për vite ndër gjimnazit më të mira. Megjithatë shkputemi pak sa nga festa, edhe le të flasim pak për ndryshimin e brezave. Ju keni shumë vite që jeni pjesë e stafit. Arsimor, jo të gjimnazit. Sepse këtë doja të cekja. Keni patur mundësinë punoni me fëmijët e 9-vjeçares, me gjimnazet. Na trego pak, cila është kategoria ndoshta më e vështirë për të menaxhu, sepse sot brezat duhen menaxhu. Se cila është specifike ose se cili brez kërkon një përkushtim të veçantë, dhe kërkon një vëmendje të veçantë nga mësuesi. Kjo për faktin se në moshat e vogla duhet bëhesh pak fëmijë që ata të pranojnë, duhet të jesh tepër karizmatik në lojën e tyre, të përshtatesh mendimeve të tyre, që të bëhesh pjesë e asaj çfarë duhet të përqosh përmes procesit mësimor. Ndërkohë që kur vjen puna për të rriturit, shtohen ca kërkesa të tjera. Kërkesa që fillojnë ndoshta edhe me pamjen, që shpeshherë duhet jetë tepër e kuruar, sepse për brezat e rinj është e rëndësishme të pranohesh së pari me dukun tënd. Pastaj është përgatitja, një përgatitje serioze, një mësues i përgatitur në mënyrë sistematike për orën e mësimit, një mësues i cili updatohet, sepse sot në moshat e gjimnazit nxënësit kanë një informacion të pafund, të pamat, e marrin në një kohë reale, sa ndoshta shpeshherë edhe mësuesi nuk është i vënë në korrent ose nuk ka arritur t'i përpunojë gjitha. Por ama çfarë duhet ndodh? Duhet ndodh që ky mësues jetë i gatshëm që këtë fluks informacioni të ditë ta orientojë ashtu siç duhet në lidhje me njohuri që do të përçojë brenda orës mësimit. Pra brezat kanë secila specifikën e tyre dhe secili kërkon një punë me të vërtetë madhe nga mësuesi, jo vetëm përgatitore shkencore, por edhe psikologjike, edhe pedagogjike, për të arritur për të bërë një orë mësimi tërheqëse, një lan për ta bërë të dashur për nxënësit, që më pas t'i japen rezultate për të dyja palët. Në shkollën 9-vjeçare, për një periudhë shumë të shkurtë, unë pata, nuk mund ta them fatin, sepse në atë periudhë isha shumë në siklet, mundësinë që mami im të mbante mësim. Edhe ishte shumë e vështirë për mua, edhe fakti se si do ta thirrja. Mam, apo nana, apo mësuese, nuk kisha asnjë lloj ideje. Edhe çdo herë që mësuesat më kërkonin që me shkollë me marr apo me dërgu regjistrin, isha si film poza edhe absolutisht nuk e thirrja as pak. Edhe ishte një periudhë goxha e vështirë, fakti që isha e survejuar gjithë gjithkohë si në shtëpi ashtu edhe në shkollë. Po tek ju, ky fakt apo tek djali ju si më ikon? Të them të drejtën, unë nuk kam pranuar t'i bëj mësim tim biri. Ishte sistemi i tillë që mund t'i shmangesha kësaj pjese. Dhe kjo ka ardhur me dëshirën e të dyve. Spari sepse ai duhet ta shijojë rinin e tij, por nuk isha se si t'ja kufizoja dëshirën për të studiuar në gjimnazin 28 nëntori aty ku unë punoj. Nga ana tjetër, kujdesem të mos jem shumë prezent fizikisht në ditën e tij në shkollë, por për sa i përket shqetësimit, informacioni që unë dua të kem, patjetër që nuk i shpëton kësaj pjese. E di që është ndoshta pak më i survejuar se sa të gjithë bashkëmoshatarët e tij, por nga ana tjetër besoj se cili do prind. Nëse kërkon informacion, ai jepet në kohë reale nga gjithë mësuesit. Unë thjesht jam fizikisht aty dhe mund të pyes më shpesh, asgjë më tepër. Edhe me që prekëm pikërisht të pjesën e fëmijëve, le ta harrojmë pak 7 marsin edhe të kalojmë te 8 marsi. Si po festohet tashmë 8 marsi? Çfarë ka ndryshuar nga i mamës tuaj, ndoshta dikur kur ju ishit fëmijë? Kur unë isha fëmijë, ti me moje vraponin ti merrnim një parfum të vogël, një fasolet, një sapun. Dhe nëse gjenim ndonjë tufë mimoza, ishte mrekulli. Ndërkohë që sot ka një mënyrë tjetër perceptimi të festës. Perceptohet në 2 mënyra. Njëra është si tendencë për të rekuperuar gjithë atë pengesën që gjinja femërore has gjatë gjithë vitit. Impenjimet e shumta familjare janë të tilla që shpeshherë nuk e lën atë që të argëtohet pafund. Dhe ndoshta disa, shumica, me plot të drejtë, kushdo ka drejtë të festojë ashtu si e mendon, e festojnë në një mënyrë të
hareshme duke u argëtuar. Ndërkohë që nuk mund të harroj se në fakt dita e gruas, që ne quajmë festa e grave, është një ditë proteste. Ka lindur si një ditë proteste. Dhe unë besoj se gratë kanë për çka protestojnë. Ndoshta për faktin se janë mbi ngarkuar me detyra brenda familjes. Ndoshta për faktin se janë duke mbajtur mbi supë detyra përgjegjësi tepër të mëdha. Shpeshherë ndoshta të pandara si duhet me burrat. Por nga ana tjetër, besoj se gratë kanë edhe çfarë t'u tregojnë shoqërisë edhe fëmijëve. Nëse marrin përsipër të ngrinë zërin për cilën do të drejtë tyre, në një farë mënyrë edukojnë një brez i cili nuk është konformist me atë çfarë ndodh, por që në një farë mënyrë të lufton për ta pasur atë çfarë kërkon. Kështu që besoj se format kanë ndryshuar, ka forma proteste, ka forma argëtimi, ka shumë gra që organizohen dhe kërcejnë, vallëzojnë, varet nga individi, nga dëshira. Ju personalisht si do zgjidheni? Nëse do organizoj një protestë grash në Shkodër, do të ishit pjesë e protestë apo e një festë të harreshme? Të them të drejtën, unë nuk para e festoj 8 marsin. Nuk e festoj sepse spari nuk e konceptoj si një festë. E konceptoj si një ditë në nder të grave. Dhe nëse flitet për një ditë në nder të grave, atëherë unë besoj se është një ditë për të reflektuar se çfarë ka fituar gruaja gjatë gjithë këtyre viteve. Që kur ajo ka fituar drejtën e votës, që kur ajo ka fituar drejtën e përfaqësimit në politikë, dhe them që është një ditë ku duhet reflektuar më shumë se sa festuar. Megjithatë, pse të mos gëzojmë për atë që kemi arritur gjithë këto vite. Unë për vete e konceptoj si periudhë reflektimi më shumë se sa ndoshta një ditë ku bëhen bilance, ku kam arritur, sa kam arritur nga objektivat e mia, si grua gjithmonë. Jemi shumë të gëzuar se edhe dita na mbajt bukur. Filloi që atëherë kur gratë u ngritën dhe kërkuan të drejtat e tyre, nuk diskutohet. Por e quajmë si festë që të festojmë të gjithë bashkë. Dikur, kur është bërë 8 marsi, ato janë qenë në grevë për me kërku drejtën e vetë. Kurse tash 8 marsi është bë festë, për me shtetit, me i bë peshqeshe. Ku një lokal me festu me fëmijë, me nuse, me u knoq. Po mirë, në përbot për shembull sot protestohet për drejtat e grave që nuk i gëzojnë. Na jena kaq qeta. Do me thënë ne kemi gjitha drejtat. Po, e kena drejtat. Jena shumë mrapa. Sidomos me gratë. Është e lundshme gruaja shumë Shqipni. Ju lutem të gjithëve që t'jenë paqë e marrësi në këtë Shqipni, sepse Shqipëria është shumë e bukur. Unë pata mundësinë që gjatë tyre ditëve të takoj pikërisht një grua e cila tha mu më duket festë maskiliste. Edhe normalisht të gjithë e pam, sepse ta mendosh se edhe unë e konceptoj në sensin që është nerd grave, edhe pse ditë maskiliste. Po se tha kështu i bjen që të kemi vetëm një ditë në vetë, kur ne s'duhet gatojmë, nuk duhet jemi në kryt detyrave shtëpisë, edhe një ditë është e jona, edhe ajo kishte marrë në të sens faktikisht festën. Të them drejtën, unë nuk para e besoj se gratë nuk gatuhen ditën e 8 marsit. Dipse, sepse ne vetë, nëse na kërkohet ta lëmë gatimin, nuk e lëmë. Nuk mund të lëmë, sepse është pjesë e ekzistencës tonë për kujdesja për tjetrin, për kujdesja për bashkëshortin, për djalin, për vajzën e kështu me radhë. Pra, unë nuk besoj se kjo pjesa e kujdesit për familjen është pjesa që neve në rëndon. Nuk pranoj në një farë mënyrë që kjo është dita kur gratë duhet të zgjidhen nga vargojnë të spërditshmes për të ndryshuar dhe për të dalë jashtë asaj që ata e quajnë normalitet.
Prandaj nuk e quaj një festë maskiliste, prandaj nuk besoj se gratë duhet të bëjnë atë çfarë mund të bëjë një burr, ndoshta gjatë gjithë vitit. Pa dashur paragjykoj burrat sepse në fakt janë pjesë shumë e rëndësishme. Asnjëra prej nesh nuk mund të ndihet grua nëse në krah të saj nuk ka një burr. Asnjëra prej nesh nuk mund të ndihet vajzë nëse nuk ka përballë babain që me të vërtetë e bën të njihet princesha e shtëpisë. Kështu që unë nuk mund ta kuptoj asnjërin pa tjetrën. Zysh ishte një ndër bashkëbisedimet më të këndshme që Living besoj ka pas, edhe ishte shumë kënaqësi për mua, po besoj edhe për teleshikuesit. Duke të falenderuar edhe një herë që ishe pjesë e jona, ju them edhe ju natën e mirë dhe faleminderit që na ndiqni.